sa mbahet përgjegjësi institucionale apo morale në vendin tonë për këto jetët e marra me dhunë, edhe që shpesh herë përfundojnë në hishtje? Te ne ndërtuam ne shtetet të cilat ligji vlen vetëm për doptin edhe fukaran, edhe ato që s'ka. Se për të fortin nuk vlen ligji. Te ne mund ndodhe për shembull politikani edhe të vret, por nëse është i fuqishëm si politikan, ai nuk përgjigjet, edhe ka pas si raste edhe në Maqedoni, që janë bë krime, janë bë vrasje, që mandej vrasje i është përshkruar tjetrit njeri pse ka desh ndonjëri atje, një funksionar i lartë është lajmëruar edhe ka thënë jo, heshni atë, ju do ta merr përgjegjësinë. Kanë paguajtur njerëz. Edhe aty ku ndodhin këto gjëra, mos kërkoni të drejtë, edhe aty me vërtet nga Zotit që mos të bini në duart e të keqit, edhe që fatin t'ua përcaktoj i keqi edhe i papërgjegjshmi. Thjesht të shqip, thash ne jemi në duart e të papërgjegjshmëve, edhe të pandjeshmëve, edhe të pandershmëve. Edhe aty ju s'mund kërkoni tash të zbatim të ligjit. Aty ligjin e zbatojmë vetëm karent edhe të pambrojturit nga askush.